Na për shembull në jetën e përditshme, në qoftë se krahasojmë me ato gjeneratat e mëhershme, shumë pakës veprojmë vepra të mira, por edhe këto vepra të mira të cilat i veprojmë për shkak të dinamikës së jetës ose për shkak të gjërave të ndryshme, shpeshherë për shembull gjejmë se dikush prej neve ndoshta edhe në namaz, koncentrimi i tij për ulja e tij ndaj Allahut azza wa jall nuk është edhe aq e madhe. Pastaj dhikri edhe veprat e tjera. Por mendoj për shembull të gjitha këto, nëse mbledh njeriu gjatë për shembull ta marrë një periudhë prej një jave. Edhe llogarit vetveten e tij se sa ka bë për vepra të mira. Në anën tjetër, sa është duke bërë gibet, për shembull tash jemi duke fol për gibetin, për gojimin ose duke shpif për tjetrin, ose edhe gjinohet e tjera të gjuhës, domethënë do të vërejnë se është disproporcion, domethënë veprat pakta, edhe pse dikujt mund më duk se ka bërë vepra të shumta, mirë në anën tjetër ato gjinohet që e bën me gjuhë, e të cilat nuk kanë vënë veshin, janë shumë të mëdha, është sikur se dikush në biznes, domethënë merr në biznes është sikur se ai i cili punon për ka një kompani të madhe, punon mirë, po në anën tjetër, domethënë parat i shkojnë ose duke ja për hedhje ose tjerë t'ja vjedhin ose nuk e din nga i shkojnë ato dhe pastaj në fund bankroton, falimenton. Dhe domethënë ky njeri i cili nuk i ka paramendu këto, domethënë ndoshta shpeshherë mundet që me vazhdu në bërjen gibet.